emri juaj qarkullon si një kryeministër e mundshme e qeverisë teknike. Dhe kjo mbas së gjyshit tuaj që ka qenë kryeministër në vitin 1922 në janar apo shkurt në 1922-shit dhe në dhjetor, po flitë për një yp tjetër për kryeministër e qeverisë teknike. Si keni marrë këto propozime? Ju ka ardhur ndonjë gjë zyrtare, si ju ka ardhur ndonjë gjë zyrtare? Shikon, mua këto janë si ajo Big Brother e politikës. Si mund të vi një gjë zyrtare, një akademiku që nuk është marrë kurrë në politik në Shqipëri, nuk ka bërë asnjë ditë politik, nuk është angazhuar me asnjë parti politike. Ndodhe Kadaresi thanë do të bëhesh president, e thanë ai refuzoi. Kështu që mund ndodhe kjo. Nuk di dhe Kaderia ka marrë s'ka marrë ofertë formale, por gjithsesi për mua kjo është pjesë e kësaj diskutimi të Big Brotherit politikës. Por nëse do ju vinte është shumë e rëndësishme që njeriu të shmangi këto diskutimet në këtë nivel individual, sepse demokracisë shqiptare nuk e ndihmon që të flitet për individ, dhe nuk e ndihmon që të përmenden vazhdimisht emra, do bëhet ky, do bëhet ai. Ne kemi po që të vi një fluks në diaspora është interesante. Vi një fluks në diaspora patjetër dhe kjo duhet të jetë politike e një partie, duhet të jetë pjesë e një vizioni për Shqipërinë e të ardhme, si duhet paraqitur qytetarëve shqiptar me një program, me një elektorat. Ne jetojmë në demokraci, nuk jetojmë në monarki absolute ku del njëri dhe thotë dhe shpresoj që nuk jetojmë, nuk e di domethënë, po për mua shumë ju s'keni marrë asnjë ofertë që diskutohet me këto terma rreth politikës shqiptare të ardhmes dhe unë shpresoj shumë dhe ftoj shumë analistët, gazetarët, politikanët që të mos mendojnë për politikën në këto me këto lloj përkufizime, sepse besoj se e dëmton shumë demokracinë shqiptare.